se i përket aktakuzës në fjalë janë totalisht bindëse për një aktivitet të dendur të këtyre dy personave në shërbim të dijes. Totalisht bindëse, sepse bëhet fjalë për lloje të ndryshme të provave, bëhet fjalë për incizime, bëhet fjalë për skicime, për diagrame, për tendencën që të ndërlidhet shtëpia e Verdh me Spitalin Ushtarak të Molopolcit në Shtime, me tendencën që e kemi pa gjithashtu agresivisht nëpërmjet propagandës serbe që ka të bëjë me përpjekjen për mohimin e masakrës Reçakut. Pra mos ta harrojmë që nga kreu prej presidentit Vučić e të gjitha instancat tjera të Serbisë kanë qenë të përfshira në përpjekjen që ta shtyjnë një të vërtet tjetër për masakrën e Reçakut, dhe këtu tani kemi të bëjmë gjithashtu me një njeri e hershme dhe e pandalshme. E hershme dhe e pandalshme, por pse është interesant në këtë rast? Është sepse bëhet fjalë për një njeri i cili ka qenë komandant i operacionit për masakrën e Reçakut në vitin 99. Pra, janë nëse këtë e kemi parasysh. Momenti më i rëndësishëm mendoj që ndërlidhet me provat për zotin Shabani në ndërlidhje me tendencen për të provokuar konflikt ndërretnik në Kosovë. Thirrjen e tij që të ndërmerren veprime të cilat do të mund ta shkaktonin një konflikt ndërretnik në Kosovë, e në qoftë se i referohemi luftës hibride të Serbisë kundër Kosovës Adriatik, duhet ose të paktën në analizat tona brenda institutit rezulton që një prej objektivave kryesor në kuadër të kësaj lufte është pengimi me çdo kusht i integrimit të qytetarëve serb të Kosovës në Republikën e Kosovës. Dhe na çojnë në qoftë se e lexojmë aktakuzën, na çojnë në këtë drejtim krejt këto për të cilat akuzohen dhe ka filluar të gjykohen këta dy persona, pa diskutim që po. A bëhet fjalë për një rjet më të madh të strukturave të inteligjencës së Serbisë në Kosovë, pa diskutim që po. Kosova ka qenë e pushtuar, Kosova ka qenë brenda një strukture shtetërore. Çka duhet bërë që të parandaluar, pra ne po konstatojmë dhe vazhdohen. E tha zoti Kajtazi, ka vite që është konstatuar dhe tash ka marrë ndoshta edhe për masa edhe më të mëdha se më herët. Pra ato po konsolidohen. Çka duhet bëjë shteti i Kosovës? Po konsolidohen, jo, unë do ta trajtoja ndoshta në kuptimin që her pas here këto struktura edhe mund të aktivizohen më shumë ose të pasivizohen më shumë, dhe tani po... Që i bie me vendime nga Beogradi, kur dëshiron, i aktivizon. Unë nuk ka interes, i lënë shëshuan tjetër. Jo, ne, falë zoti Fetoshi, tash është 20 marsi, para 3 dite ka qenë 17 marsi. Do thotë në ngjarjet e 17 marsit, këta persona i kanë bu. Këta persona i kanë bërë vendimën e këtyre persona. 17 dhe 18 marsit. Vendimën e këtyre persona kanë bërë. Mos ta harrojmë tik edhe ti nuk ke mundësi me mbledh fakte për mi denu këta persona për ngjarjet të 17 marsit, për arsye se ato ngjarje janë bërë në emër të patriotizmit. Dhe zakonisht maskohet ka manipulimi më i madh që ka ndodhur duke provokuar, si të themi, atë pezmin që po rritej tek qytetarët shqiptarë sa i përket mos adresimit të çështjes së statusit aso kohe, dhe duke e shfrytzuar si pretekst, po pajtohem plotësisht, mbytjen e fëmijëve shqiptar në lumin në Çabër, që pastaj dikush me strategjikisht e orienton revoltën e Turmës, e që ka të dhëna përplot që flitet për përfshirjen e njerëzve të rekrutuar nga strukturat inteligjente të Serbisë në orientimin e këtij pezmi të Turmës, sidomos duke targetu goditjen ndaj monumenteve dhe kishave serbe në Republikën e Kosovës. Që është përdorur shpesh edhe kjo rënimi i monumenteve, por edhe numri. Sot e kësaj dite dihet që më tepër viktima kanë pasur nga shqiptarët se nga serbët, pra. Por është bazament, ka qenë 8 kanë qenë sërbë dhe një... A dash me ndru temën, ajo ka qenë një paralel